Dolce u zgjua herët, shumë më herët se zakonisht. Dritat e agimit kishin nisur të shpërndanin një nuancë të artë në dhomë, ndërsa freskia e mëngjesit dukej sikur mbante në vete një premtim të madh. Sot ishte dita që ajo do të nisej drejt Big Brother Italy. Ajo qëndroi një çast shtrirë, me sytë hapur, duke marrë frym thellë. Zemra i rritë fort, jo nga frika, por nga emocionet e mëdha që ngriheshin brenda saj. Ishte një kapitull i ri, një aventurë e re, një shans për të treguar veten në një skenë më të madhe. Ngadalë, Dolce u ngrit dhe shkoi drejt banjës. Kur hapi dushin, avulli i ngrohtë filloi të mbushte ambientin, duke krijuar një atmosferë të qetë dhe të bullë. Uji i rrëshiti mbi lëkurë ndërsa ajo mbylli sytë, duke lënë pas tensionet, lodhjen dhe çdo mendim tjetër. Dukej sikur ai mëngjes e pastronte jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Sa më shumë u freskua, aq më i madh bëhej kurajimi brenda saj. Po nisem, tha me vete. Po shkoj drejt diçkaje më të madhe. Pasi mbaroi dushin, u fshi me kujdes dhe u drejtua te pasqyra. Flokët i kishte ende pak të lagur, të shtrirë bukur mbi shpatulla. Ajo nisi të lyente pak fytyrën me krem, rregulloi qerpikët, vendosi parfum, aromën e saj të preferuar, atë që i jepte gjithmonë vetbesim. Veshja ishte gati që mbrëmjen e mëparshme, elegante, e pastër, me stil. Tipike Dolce. Ajo e veshi me kujdes, duke u siguruar që çdo detaj ishte perfekt. Donte të largohej nga shtëpia e saj me të njëjtën energji me të cilën synonte të hynte në atë të Big Brother Italy. Plot klas, plot fines, plot vetbesim. Ndërsa po mblidhte çantën, telefoni i vibrtoi. Mesazhe urimi, zemra, emoji, mbështetje nga miq, fansa dhe njerëz që e ndiqnin prej kohësh. Ajo buzëqeshi lehtë. Shpesh nuk e shfaqte emocionalitetin e saj, por në atë moment zemra i u mbush me mirënjohje. Kur doli nga shtëpia, era e freskët e mëngjesit i preku fytyrën. Rrugët ishin ende të qeta, por brenda saj gjithçka po gumëzhinte. Makina e pritshme e produksionit e priste poshtë.